Nëse institucionet e Kosovës nuk reagojnë për gjykimet e cilat po i bën shteti serb ndaj ish luftëtarëve të UÇK-s, të gjithë ushtarët mund të përfundojnë në listën e Interpolit. Kështu ka vlerësuar avokati Arjanit Koci, duke shtuar se Serbia po e shfrytëzon vakumin politik në Kosovë për të kryer qëllimet e saj, e që nuk janë përmirësimi i raporteve me Kosovën. Nëse nuk reagon në mënyrë adekuate Kosova, gjithë këta persona që janë dënu fatkeqësisht shumë shpejt mund të jenë edhe në listën e Interpolit. Pra nëse nuk reagon shteti i Kosovës. Lidhur me këtë çështje, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se asnjë gjykatë në Serbi nuk ka të drejtë të dënojë ushtarët e Kosovës, pasi që Kosova tashmë është shtet i pavarur. Asnjë gjykatë në Serbi nuk ka drejtë të gjykojë qytetarët e Republikës Kosovës. Aq më pak të zhvillojë procese gjyqësore ndaj luftarëve të UÇK-s, cilë kanë zhvilluar luftë shërimtare duke respektuar ligjet dhe zakonet e luftës. Gjykatat dhe prokuroritë e Serbisë kanë për detyrë të ndjekën dhe të gjykojnë gjitha krimet dhe kryesat e veprimeve kriminale në Kosovë. Si qeveria e Republikës Kosovës do të njoftojnë partnerët tanë ndërkombëtar për këtë tendencë dhe do të kërkojnë prej tyre që të ushtrojnë trysni ndaj Serbisë për të ndërprer farsa të tilla gjyqësore dhe ndjekjen e qytetarëve të Republikës Kosovës me akuzat pa baza dhe krejtësisht jashtë standardeve juridike ndërkombëtare. E i dënuari nga kjo gjykatë, Xhafer Gashi është shprehur se nuk habitet nga një vendim i tillë i Serbisë, pasi që betejë e Kosharës ka qenë e pastër dhe ka mposhtur ushtrinë serbe. Mirpo ai ka shtuar se për këto veprime të Serbisë do duhet të reagonte Brukseli zyrtar. Në fakt nuk më habit asgjë nga shteti serb, pasi të gjithë dim armiqësinë e saj ndaj luftës së UÇK-s. Mirpo unë nuk jam as pak pishman për luftën që e kanë bërë në Koshare, ku ne kemi mposhtur ushtarë serb dhe nuk kemi luftuar me civile as persona të tjerë. Unë mendoj se Brukseli zyrtar do duhet të reagonte edhe të bënte me dije Serbisë, se ajo nuk mund të dënojë ushtarët e UÇK-s, pasi që ne kemi institucionet tona të drejtësisë. E shoqata e veteranëve të Brigadës 138, Agim Ramadani, përmes një deklarate kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që ta shpallin këtë vendim të pavlefshëm dhe t'i marrin në mbrojtje personat e dënuar. Për këtë vendim të gjykatës serbe kanë reaguar gjatë ditës edhe Ministria e Drejtësisë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, duke e quajtur atë si të papranueshëm.